se na kemi pengesa, shofim që disa nenet e statutit janë bë penges për ndonjë proces apo qëllim reformativ të cilin partia e ka pasur dhe si struktura nuk është që na ka paraqitur ndonjë penges diku statuti, kështu që kur do që strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës e shohin që duhet me u plotësu dhe duhet me u ndryshu, besoj që një gjë e tillë bëhet, nuk është asnjë problem. Sa i përket reformës, tani nuk e di se çfarë tjertë e shohin, domethënë çfarë shohin reformë. Ne kemi pasur reformë në struktura sepse jemi partia e vetme që kemi pasur 2 palë zgjedhje, kemi pasur zgjedhje të jashtëzakonshme në kohën kur zoti Mustafa u tërhaq dhe zoti Abdi Gjiku u zgjodh për një mandat 2 vjeçar dhe kemi pasur zgjedhjet mandej në vitin 2023, zgjedhje të rregullta, ku dhe ky proces zgjedhor ka përfshit të gjitha strukturat e degëve dhe nëndegëve. Dhe kemi ndryshimet jashtëzakonshme sepse kemi një numër jashtëzakonisht, domethënë janë dikun rreth 909 degë në territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë dikun edhe një numër jashtëzakonisht të madh të nëndegëve të cilat i kemi aktivizuar në diasporë, ndërkohë që në program tani nuk më kujtohet saktësisht pjesa e shkencës, por e di që programi ynë ka qenë një dokument i gjallë dhe është kry procesi zgjedhor. Unë ftoj zotin Bytyqi që më na shkru për çfarëdo elementi që ai mendon që ne mund t'ia shtojmë programit ton, por e ka pas në fokus arsimin, ka pas në fokus shkencën, ka në fokus sektorin e ICT-s, ka në fokus zhvillimin e sektorit privat, i cili posaçërisht në 4 vitet e kaluara është lënë komplet anash. Që ti përfshim pak më shumë pyetje. Muzafer Avdyli thot, përshëndetje dhe kushtrim, e kam një pyetje për zonën Bajrami. Thot, pse dëshironi me dërgu vendin në zgjedhje duke mos e votuar Albulenën, kur e di mirë se është gruaja më e votuar në Kosovë? Pikë pyetje. Ne nuk po dëshirojmë me dërgu vendin në zgjedhje, unë besoj që fola tash për një orë që nuk jemi ne ata të cilët po dëshirojmë me e dërgu vendin në zgjedhje. Albulena Agjiu mund të jetë gruaja më e votuar. Albulena Agjiu nuk është figurë e pranume për deputetet e kuvendit të Republikës së Kosovës. Zonja Agjiu, kur ka konkuru, edhe unë kur kam konkuru për deputete, ne nuk kemi konkuru, nuk zgjedhet, domethënë, kryetari i kuvendit nuk zgjedhet me votat e qytetarëve. Nuk ka një në kushtetut ose në ligj ose në rregullore, e cila thot që gruaja më e votuar ose burri më i votuar duhet me qenë nesër kryetari i kuvendit. Natyrisht duhet me qenë personi i cili i merr votat. Nëse lëvizja vetëvendosje është duke insistuar që ta zgjedhë zonjën Agjiu, janë edhe 13 parti parlamentare të tjera me të cilët duhet tulen dhe të bisedojnë për ta bërë zonjën Agjiu. Deri me tani, lëvizja vetëvendosje na ka ofruar vetëm Lidhjes Demokratike të Kosovës bashkëpunim politik afatgjat dhe në mënyrë, bile edhe kjo besoj që dhe pozita e kryeparlamentares ka qenë në tavolinë. Kështu që nëse dikush e çon vendin në zgjedhje, vendin në zgjedhje shkon pikërisht për shkak të lëvizjes vetëvendosje dhe emrit të Albulena Agjiut, e cila nuk po arrin të ketë votat e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe më lejoni t'ju them këtu që unë nëse do të isha në vendin e saj, sinqerisht, do të rishishe? Unë kisha qenë në gjendje me dorëzu edhe mandatin e deputetës në mënyrë që me zhblloku kuvendin. Do të dorëzoj edhe mandatin? Absolutisht. Nuk kisha bë nuk i kisha pas as hezitimin më të vogël. Sikur emri im të behej sinonim i blokadës së 13 seancave radhazi, unë do t'isha në gjendje që ta dorëzoja edhe mandatin e deputetës. E lemë të heq dorë nga një pozitë e cila nuk po merret, nuk janë votat. Është, domethënë, është situatë skandaloze, me na mbledh nesër në ora 10 prap, edhe me na thonë, janë ta ndrojmë mënyrën e votimit dhe të kalojmë nga mënyra e hapur në mënyrën e mbyllur, duke mos bën asnjë reflektim. Thjesht ata mund ta përsërisin seancën edhe 48 herë tjera, çdo 48 orë, mirë po rezultat për zonën Agjiu nuk ka, edhe nuk ka vullnet të partive politike për të bërë pjesë e shkeljes kushtetuese dhe shkeljes së rregullores që ta ndryshojë mënyrën e votimit në pasi që ka filluar procesi. Të fundit, Feta Boletini
Thot zonja Bajrami, zotëri Abdigjiko është deklaruar që pas raundit të parë që i takon vetëvendosjes, raundin e dytë, ish opozita do ta krijojë qeverinë me kush që